Një tjetër përpjekje për arratisje nga burgu i sigurisë së lartë në Fier është parandaluar mbrëmjen e djeshme. I përfshirë është Bledar Selmana, i paraburgosur për vrasjen e Giuliano Bullarit, për cilin prokuroria ka kërkuar dënim të përjetshëm. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e djeshme kur Selmana i tentoi të shpëtonte nga qelia e tij në burgun e sigurisë së lartë në Fier. Forcat e sigurisë e vunë re menjëherë ndërsa ai lëvizte në ambientet e ajrimit dhe ndërhyn për ta ndaluar në momentin që tentoi të kalonte rrethimin e burgut jashtë orarit të lejuar për lëvizje brenda institucionit. Burime zyrtare bëjnë me dije se Selmana ishte transferuar në sektorin e observimit pas një konflikti të mëparshëm në burg. Ky sektor përdoret zakonisht për paraburgosurit e ardhur nga komisariati dhe kamasa të rrepta sigurie, por i paraburgosuri arriti të përdorte mjetet e improvizuara për të krijuar një çarje në murin ndarës të dhomës. Përveç kësaj çarje, Selmana i arriti të dilte në sheshin e takimeve të burgut. Më pas u ngjit nëpërmjet tubave të shkarkimit dhe mbërriti në soletën e godinës. Rreth orës 07 të mëngjesit rojet e burgut vunë re dhe ndërhyn menjëherë, duke i dhënë fund tentativës së arratisjes. Pas ngjarjes, autoritetet kanë vendosur masa shtesë sigurie në të gjithë burgun, ndërsa i paraburgosuri është vendosur në izolim. Rasti po hetohet nga hetuesit e burgut, të cilët po analizojnë mënyrën se si ai ka mundur të kapërcejë masat e sigurisë dhe mjetet që ka përdorur për përpjekjen e tretë të arratisjes. Bledar Selmana është arrestuar në 21 gusht 2021 në zonën e Çbllokut në Tiranë, 4 ditë pas ekzekutimit të shokut të tij Giuliano Bullarit në fshatin Babic të Vlorës. Ngjarje e lidhur me prishjen e pazareve të drogës. Në shtator të po atij viti, Selmanaj tentoi vetvrasje në burgun e Peqinit dhe u diagnostikua me probleme të shëndetit mendor. Ky është rasti i tretë i tentativës për arratisje nga i njëjti person, një episod që thekson rrezikshmërinë e tij dhe kërkon përforcim të masave të sigurisë nga autoritetet penitenciare.